Më besoni, Luli është i mirë për në televizor. Ama u fik televizori, Lulin e keni në botën e vetë, fle, gjumë, me sy hap e me sy myll i soj. Edhe po nuk më besut mu, merë një telefon gjithë kushurit që keni në Tiranë. E kishin Lulin edhe. Edhe pytini, 4 vjetë kryetari Bashkisë Tiranës. A boni në i punë? Po ju thanë, ka bo, shkoni, vërtetoheni, edhe kemi për të pajë që jo s'ka bo, po 4 vjetë Sahati i Tiranës nuk punoj. 4 vjetë. Sahati i Tiranës nuk punoj. Ti që më bërtet që aty mos më bërtit se i thash Lulit, more vesh apo jo? Bravo, numrin 2. Se shiko, duke votu atë 6-ën, që është ai numri, 6. Duke votu 6-ën, e qoni votën kot. Edhe në fund fare, fitoni vetëm ca deputet PD-s në opozit. Duke votu 2-shin, votoni PS-n, keni dhe PD-n. A e kuptove? Votoj 1-2. Pra ndaj votoni 2, gjoni mu, do darin fjallët e mija. Pra ndaj mos nga turbroni, mos e qoni votën kot. Se ju jerë më keni borç mu. Kush ja unëzori Lulin nga qadra? A e unëzora unë? Po mos a këshan... Po, tamam. Po mos a këshan zirë unë Lulin nga qadra. Ju s'do ishtë aty të shi. Do ishtë gjithë në për kafe, s'do kishtë shansë për të marrë pjesë në votime. Ju jeni aty, do meri pjesë në votime, se nëzora unë Lulin nga qadra. Po kush e nëzori? Mos kisha shku në zirë Lulin e kishit me robe banjo dhe një në bulevard. Ke qadra. E do kërkote uj. Pra ndaj, shaka, po shaka dhe shgjusma të vërtetës, kjo është 100% vërtet. Pra ndaj, ne nuk jemi armish. Ne jemi gjithë shqiptarë. Dhe mos digjoni ata që thonë Edi Rama do më shumë pushtet për vete. Po doja më shumë pushtet për vete, nuk e nëzira Lulin nga qadra, ishin vetëm zgjedhje, mershim 100 deputet, edhe kishin pushtet më shumë se që kanë pas gjithë në 27 vjetë.